Shiroka po shndërrohet çdo ditë më shumë në një destinacion që ofron gjithçka për një verë të paharrueshme. Vizitorët vlerësojnë bukurinë e liçin të Shkodrës, qetësinë, mikpritjen dhe gastronominë, ndërsa sportet ujore po e bëjnë eksperiencën edhe më të veçantë për të gjithë ata që zgjedhin të eksplorojnë liçin në një mënyrë ndryshe. Hi, I'm Maxim. I'm from Belgium. Përshëndetje, unë jam Maksim, jam nga Belgjika dhe do qëndroj 19 ditë në Shqipëri. Dje shkuam për të notuar, liçeni është vërtet shumë i bukur, uji është i ngrohtë, nuk ka shumë njerëz dhe atmosferë është shumë e këndshme. Sot do të bëjmë lëndërim me terras drejt Urës, pranë kalas, besoj do të jetë një eksperiencë shumë argëtuese. Jam nga Anglia, erdha sepse është një vend kaq i bukur, ndoshta është vendi më i bukur që kam vizituar ndonjëherë, ndaj ndihem me shumë faqe jam këtu. Mendojmë se është manites dhe të gjithë njerëzit që kemi takuar kanë qenë shumë miqësorë dhe mikpritës, është një përvojë mrekullueshme. Sigurisht do të rekomandoj, mamaja ime dëshiron të shoh disa fotografi sepse edhe ajo ka shumë dëshirë të vi këtu, është një vend ku nuk kishim qenë më parë, nuk kam udhëtuar shumë në Europën lindore, ndaj kjo është një zonë kryesisht e re për mua. Fjalët e tyre janë dëshmia më e mirë se Shiroka po kthej çdo ditë më shumë në një destinacion të preferuar për pushime dhe aventura, duke bërë vizitorët ambasadorë më të mirë të bukurive të Shkodrës.